sot të shtrëngosh radhët e Partisë Socialiste dhe të rreshtohesh me Partinë Socialiste nuk është rreshtohesh me një logo partie, është rreshtohesh me fuqinë e shqiptarëve për ta quar Shqipërinë krenare, aty ku Shqipëria është parë gjithmonë si një vend njerëzish me bisht. Dhe mos e harroni kur që çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot. Dhe prandaj ne të parët duhet ta kemi shumë të qartë që po na rrëshqiti ky moment, po nuk ishim në lartësinë e kësaj sfide, po nuk shtrënguam dhëmbët jo për t'i mbuluar gabimet, jo për t'i fshehur tmetat, jo për të mos dalë dhe për të mos treguar kazanat me plera çdo ditë, po për të mbajtur syt atje te horizonti dhe për të thënë ne do ta kalojmë edhe këtë det të fundit, njësoj siç i mbajnë syt tek horizonti ata notarët që kalojnë detin me not. Nuk do t'jetë e lehtë. Do t'jetë gjithmonë më vështirë,